Mbrëmjen e djeshme kur Egli takohu futësërish brenda shtëpisë së Big Brother VIP 4, të vetmen të cilën e përqafoi plot mall ishte Danja. Rozana Radin dhe gjestin ajo i takoi me tepër ftohtësi. Këtë gjë e kishte vënë re edhe Rozana, e cila pas spektaklit i ka shkuar pranë për ta pyetur. Po më duket sikur po më mban distancë, i tha ajo. Ne në një lloj distance ishim përpara se unë të ikja. Ti ke qenë e para që ke iniciuar me skema që unë të dalë për ndjekse dhe posesive. Nga ti ka dalë për herë të parë kjo fjalë në këtë shtëpi, ju përgjigj Egli shumë ftohtë dhe pa ju dridhur qerpiku. Pas debatit me Eglin, që më shumë nuk ishte debat por një injorim nga ana e Eglit për Rozanën, kjo e fundit ka bërë një bisedë me Olën, e cila i ka thënë se Egli e ka frikë Rozanën në lojë. Unë nuk e di se si shihemi jashtë, po unë di vetëm që i kam mbajtur hallet e këtyre mbi shpinë, nuk kam ndërmend t'i mbaj më, nuk kam kohë të merrem unë me hallet e këtyre. Secili të shoh punët e veta, gjërat e veta. Unë ja dal vetëm, ashtu siç kam qenë për herë, i tha Rozana Olës. E di shumë mirë ajo, që e vetmja që mund ta pengoj për të ta fituar jeti as Larti që ka nevojë për Valbonën, as këta të tjerët. Ty ta ka frikën dhe prandaj është kthyer për ty nuk ka nevojë t'i bësh gjë të keqe. Edhe po të vazhdosh të mos t'i bësh ti ajo prapë do të bjeri. Provoje një herë kështu shikoje situatën, ta kuptosh se ku e ka, tha Ola.